U duk sikur do ishte pika e kthesës e Tiranës Partizanit. Po. Sepse I dëgjove të gjithë. Shiko, një derbi Partizani apo Partizani Tirana apo Anasilta, siç ishte Grasi Tirana Partizani, kurse si nuk do të përgojohet në thojza. Janë 138 derbi janë luajtur dhe mund çdo skuadër nga këta dyja mund të humbë kampionatin dhe derbi nuk e dëshirojnë që ta humbë. Partizani normalisht me Gegën timon, edhe pse fitoi me Lagjen dhe me Ignatjen nuk ka prodhuar lojë, ka marrë 2 rezultate 1-0 në të dyja takimet. Prova e vërtetës ishte derbi. Në derbi Tirana me Zharmoni dhe Ernest ditën e tyre më të mirë, edhe me një Përgjoni, por edhe një portier Selmani, apo edhe mesfushorë dhe linjët e tjera, ishin lartësinë e duhur, e ndezën atmosferën, jo vetëm në tribunën aty ku ishin ujtarës e dyja skuadrave, por edhe në terren e lojës, kanë bërë diferencën, u zvoglua Partizan, nuk mjaftuan ata kualitetet që ka, dhe nuk ja doli dot pra që të bëj ballë një derbit, cilin Tiranë në gjithë derbit e fundit e kishte mundur sistematikisht ose me keqja barazuar. Pra, unë mendoj që këto koeficientet nuk parahyn fare në punë kuriosisht në futbollin tonë, pasi jo vetëm koeficientet natyrisht bookmakerës që janë në Londra apo ku kanë qenë të tyre, luajnë me koeficientet, janë llogaritë e tyre, por të shikosh vetëm koeficientin e Lagjes Skënderbeu, një ditë para ndeshjes, fitoria e Lagjet kuotohej, bookmakerët e marrin vesh mirë, do të thotë, fitoria e Lagjet 1.45, ndërkohë që në ditën e ndeshjes koeficienti I Lagjet për të mundur Skënderbeun ishte 2.65. Pra ishte një luhatje e tmerrshme. Këtu nuk aludohet për asgjë, pra t'i dem koeficientet, ata që u prodhuan në fush, Tirana e meritoi suksesin, tregoi forcë edhe dje në Korçë, teksa me atë barazim të vyer që ka marrë në Korçë, mendoj që Tirana tashmë është totalisht e shpëtuar. Lufta në fund ka mbetur për vendin e 2 që do të shoqëroj Lagjen, sipas me Lagji me 99% I ka thënë lamtomia këtij edicioni, edhe pse ka që nga viti 2009-2010 me Patriotin e Vlorit Ed Martini që u ngjet në superiore, ka triumfuar në Europë, ka luajtur mbi 30 ndeshje ndërkombëtare, 9 edicione dhe I ka ardhur pra kanë rënë dhe ekipe të mëdha si Tirana, Vllaznia, por edhe klube të tjera me emër Flamurtari, vet Dinamo, por edhe Besa Kavaj që vijnë të dërgjën një nivel më poshtë. Pra është një kampionat në thojza rrumpall për nga ajo që skuadrat kanë dhënë dhe po kërkojnë në terrenin e lojës, ndikim ka patur edhe keq menaxhimi nga drejtuesit e garës, kemi parë shpesh trajnerë, por të cilët kanë folur kundra gjykimeve, ka patur dhe klube të cilët kanë dalë me deklarata për gjykime të njëanshme, e për më tepër nuk janë mbajtur standardet në çdo ndeshje. Për shembull, një penallti dje në Teuta Lagji, nuk mendoj se mund të ishte e barazvleshme një penallti tjetër që mund të jepin Tiranë. Dhe për ta mbyllur me Partizanin, se më erdhi në mendje kjo puna e penalltive, 2 penallti I mori Partizani, një në kampionat dhe një në kupë, dhe ata rezultuan efikase duke dhënë fitoren në 2 takimet.